Madje Allahu xhelal në Kur'anin famlar ka zbritur një sure të posaçme e cila flet për kohën. Thot Zoti i Gjithësisë në Kur'an: "Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Pasha kohën, me të vërtetë që njeriu është në humbje. E këtu duhet të bëjmë kujdes, sepse i pjesë e mirë e dietarëve kanë thënë që shpërdorimi i kohës në vetvete është sebeb i mjaftueshëm që njeriu të bëhet prej të dëshpëruarve në ahiret. Kush shpëton prej humbjes? Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Përveç ata të cilët besojnë, e bëjnë punë të mira, e këshillojnë për tek e mira, e këshillojnë njëri tjetrin për durim. Pra ata të cilët e kuptojnë sekretin se pse i është dhënë kjo kohë në dynja dhe përpiqen ta shlyejnë falëndrimin e asaj duke mbushur atë me adhurim dhe me punë të mira.